Pra, çfarë është biter meloni? Ashtu si që është pjepri ose trangulli, po pjepri i ëmbël, biter meloni është një pjepri i hidhur. Bëhet tamam si trangulli, por si me gjëmba në sipërfaqen e jashtme të lëkurës. Ky mbasi thahet dhe bluhet, merr këtë formë. Nëse një person diabetik ka, le të themi, aciditet të shtuar në stomak, ka dhimbje dhe fryrje të zorëve dhe nuk e pëlqen uthullën e mollës, atëherë biter melonin mund ta përdori siç e përdor alketa. Për shembull, tregova si veproni juve praktikisht. Biter melon, unë hedh 1 lugë çaj, 2 lugë kos, kur ndodhem në shtëpi, dhe e konsumoj. Në qoftë se jam rrugës, unë këtë e kam, është e imi, është nga çanta, prandaj është e hapur. Kur jam rrugës, e hedh 1 lugë të tillë çaj në 1 gotë ujë dhe e pi. Pra, një përdorim shumë i thjeshtë. Këtë përdorim neve mund ta bëjmë edhe kështu. Hedhim këtë sasi të biter melonit, më pak sigurisht për fëmijët, hedhim 2 lugë gjelle musli, mund të shtojmë dhe 1 lugë kafe vjeshtull të bardhë, viscum album. E përzijej mirë, e lëm afërsisht 5 minuta, mundet që të shtojmë në të edhe kardiomer 1 lugë gjelle, nëse kemi ndonjë edhe luhatje, tendencën e rritjes të tensionit, dhe sidomos kur ky është i paqëndrueshëm, dhe ky bëhet me vërtet një mëngjes shumë i shëndetshëm, edhe antidiabetik, edhe për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Po çfarë mund të përdorim tjetër? Unë përmenda një fakt dhe thash, nëse arrijmë të ngushtojmë enët e qarkullimit të gjakut në zorë, ne paksojmë sasinë e përthithur të sheqerit në gjak në mënyrë të padiskutuar. Le të marrim gjithë ultësirën perëndimore të Shqipërisë, e cila ka shumë banorë që janë me diabet, po që ka edhe bimën e hurmës, po që ka edhe radhiqen qumshtoren dhe lëpjetën, atëhere kjo mundësi realizohet 100%. Pra të ngushtojmë enët e qarkullimit të gjakut në zorën e trash dhe në zorët e holla. Si mund të veprojmë praktikisht? Marrim afërsisht 5-6 gjethe hurme, 1 dorë me çikore, gjethe çikoreje ose radhiqe, edhe 3-4 gjethe lëpjete. I zjejmë afërsisht në 1 litër ujë dhe këtë ujë e pim gjatë ditës si një ujë të pasuruar me disa mikroelementë. Do të vëmë re që nga përdorimi i këtij çaji ditor, do të na ulet ndjeshëm niveli i glicemisë. Provojeni dhe do të jeni të kënaqur. Po cilët nga gjellët do të jenë më të pranishme dhe më të pëlqyeshme për një diabetik? Mos harroni, perime antidiabetike në vendin ton ka boll me shumicë 12 muajt e vitit, prasi dhe bamja. Si mund të veprojmë praktikisht? Përgatisim një gjellë antidiabetike të pasur me pras, të mbushur me fibra dhe plot me mikroelement. Dhe kur ne ta konsumojmë, do të realizojmë atë uljen e glicemisë në gjak, përmirësimin e funksionit të insulinës, dhe ky rezultat do të jetë i dukshëm. Prasi mund të shoqërohet me perime të ndryshme, me brokull, me speca të verdha, ndoshta edhe karot. Gjella tjetër e diabetikut le të jetë bamje, 5, 6, 7 bamje, pak karota, speca të verdha dhe ndoshta edhe diçka tjetër që ky ta pëlqej. Por në përqindjen më të madhe le të jenë bamjet. Konsumimi i kësaj pjate antidiabetike do të jetë e dukshme që brenda 2-3 ditëve të para. Po më tej, si mund të veprojë një diabetik? Le të marrim 1/2 kilogram miell misri, ta hedhim në një tigan dhe ta kaurdisim, sikur do të bëjmë hallvasi. Nuk do të shtojmë as vaj ulliri, as ndonjë vaj tjetër. Veç se do të razoj në mënyrë që ky miell i misrit të marri atë ngjyrën e miellit sikur unë do të përgatis hallvasin. Pra një ngjyrë të kuquremtë. Çfarë ndodh në të vërtetë? Misri ka një nivel të lartë të sheqerit, por kur ne e kaurdisim, këto vargje të sheqerit pra fillojnë të këputen dhe një pjesë e mirë e tyre oksidohen. Atëherë,
Gjithë mikroelementet e tjerë janë antioksidativ, më mbushin me fibra, më mbushin me mikroelement që më kryen dhe një funksion shumë të rëndësishëm në organizëm. Ulin nivelin e glicemisë. E si mund ta përdorim këtë miell të kaurdisur? Mbasi e kemi hequr nga soba, që ka marrë atë ngjyrën karakteristike të kuqurrent, e lëm të ftohet, këtë miell e ruajmë në frigorifer dhe çdo mëngjes tek pjata e kosit shtojmë këtë sasi të biter melonit, shtojmë afërsisht 2 lugë gjelle musli dhe 1 ose 2 lugë gjelle nga misri i kaurdisur që ju e keni përgatitur 1 ose 2 ditë më parë, ose qoftë edhe 1 javë. Mielli i ruajtur në kushte të mira nuk prishet, nuk oksidohet, nuk toksifikohet. Veç është një ushqim shumë i shëndetshëm për diabetikun. Nëse kemi tendencën e rritjes së një diabeti, ose ky është i paqëndrueshëm i luhatshëm, atëherë zonja Alketa ka provuar të shoqëruar çajin e diabetit bashkë me lakrat e egra. Mund t'ua tregosh këtë përvojë? Mëngjesi që ha unë janë mysli, bitamelon dhe s'pas ka dal kemi suplementin Kardiomer, i cili më ndihmon, sepse doktor, kush ka diabetin ka probleme me veshkat, me sistemin kardiovaskular dhe organet tretëse, dhe me zorën e trashë. Dhe sidomos kur këto nuk funksionojnë mirë, ta dini që e rrisin nivelin e sheqerit në gjak 15-20% a priori, kotë së koti. Neutralizojmë këto efekte dhe kemi ulur edhe sheqerin në gjak. Pra ky ushqim, ky mëngjes që juve përdorni, është jo vetëm antidiabetik, por na ndihmon më së miri dhe në qarkullimin e gjakut tek veshkat, tek zemra, tek zorët e holla dhe tek zora e trashë. Dhe është një mëngjes i cili ka plot fibra. Na ndihmon në jashtëqitje. Është i përmbushur, po. Ky ishte emisioni për sot. Jam i bindur që shumë diabetik do ta dëgjojnë me shumë vëmendje dhe do t'i ndihmoj këta në jetën e tyre të përditshme. Mirupafshim në emisionin e radhës.